ka qenë i dashtun edhe me bashkëluftarët e tij, ka qenë i dashtun edhe me civilët, për arsye se gjithë e dinë se në këtë zonë, domethënë këtu në Karadak ku ka vepruar brigada 113, ka pas një numër të konsiderueshëm të civilëve shqiptarë dhe Fadili ka qenë i afërt edhe me civilët, banorët e këtyre fshatrave këtu në zonën e brigadës 113. Ka qenë i dashur, i afërt të gjithë shqiptarët dhe të gjithë gjeneratat e reja, të cilat janë lindë mas luftës Kosovës, mas luftës Preshevës, mas luftës të shqiptarë shqiptare kombëtare këtu, duhet të jenë krenar me gjithë bashkëluftarët e Fadil Limanit, me Fadil Limanin dhe me gjithë dëshmorët e cilat kanë rënë, për arsye se historia më e re e shqiptarëve, kudo që janë, është historia e krijimit të një ushtrie, ndoshta do kisha thënë mas kohës Skënderbeut.